Në regionin e Gostivarit është rritur numri i personave të prekur nga lije e dhenve apo e njohur në terminologjinë mjekësore si varicela. Sipas të dhënave të Institutit të Shëndetit Publik, në gjysmën e parë të këtij viti janë regjistruar 86 raste, ndërsa në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar 56, që nënkupton se kemi rritje për 30 raste. Dr. Vojislav Ognjanovski nga Qendra Epidemiologjike për Shëndet Publik në Gostivar thotë se situata nuk mund të konstatohet si shqetësuese, ndërkohë që sqaron se nuk ka të sëmurë rëndë, si dhe deri më tani asnjë nga pacientët nuk është hospitalizuar. Što se odnesува до епидемиолошката состојба со овчи сипаници во нашиот регион, можам да констатирам дека таа е мирна и стабилна и споредбено, ако во првото полугодие од минатата година беа регистрирани 56 случаи, për sa i përket gjendjes epidemiologjike me lijen e dhënve në regionin ton, mund të konstatoj se situata është e qetë dhe stabile dhe krahasuar me gjysmën e parë të vitit të kaluar kur ishin të regjistruar 56 raste, në të njëjtën periudhë të këtij viti janë regjistruar 86 raste. Por ky nuk është ndonjë numër shqetësues, por është diçka normale për këtë periudhë të vitit. Brenda kësaj periudhe nuk ka pasur raste më serioze dhe nuk ka pasur pacient të hospitalizuar nga kjo sëmundje ngjitëse, njofton Ognjanovski. Lije e dhënve ka karakter sezonal, ndërsa mjeku nënvizon se fëmijët më lehtë e kalojnë këtë sëmundje ndryshe nga të rriturit, por kudo që të paraqitet duhet të kërkohet kujdesi menjëhershëm mjekësor që të shmangen ndërlikimet e infektimit. И на крајот би сакал да констатирам дека сепак овчите сипаници или варичелата Dëshiroj të konstatoj se varicela është sëmundje respiratore e cila dominon mbi të gjitha sëmundjet virusale nga të ashtu quajturat sëmundje respiratore. Numri më i madh i të prekurve nga varicela janë fëmijë të moshës deri më 14 vjeçare. Pra kjo sëmundje infektive është sëmundje ngjitëse e fëmijëve, por megjithatë, gjatë viteve të kaluara konstatohet se limiti i moshës po zhvendoset më lart, kështu që kemi pacientë të sëmurë edhe mbi moshën 14 vjeçare deri më 20 vjeçare. Dëshiroj të potencoj se pasqyra klinike tek më të moshuarit është më e rëndë pasi që simptomat dhe paraqitja e sëmundjes janë më të theksuara, më afatgjate dhe më të rënda për t'i përballuar në krahasim me pacientët e vegjël. Varicela paraqitet vetëm një herë në jetë dhe më pas organizmi bëhet imun ndaj kësaj sëmundjeje. Nuk përjashtohen rastet kur sëmundja paraqitet edhe një herë në moshë më të madhe, por atëherë ka karakter lokal dhe quhet herpezos. Manifestohet me dhimbje të mëdhaja dhe në rrethana kur organizmi humb imunitetin si pasojë ndonjë sëmundjeje tjetër, sqaron Ognjanovski. Varicela është njëra nga sëmundjet më të shpeshta infektive tek fëmijët. Virusi ngjetet nga njëri tek tjetri nëpërmjet rrugës ajrore apo nga kontakte direkte ose indirekte. Për skaj ndërlikimeve në lëkurë që janë më të shpeshta, mund të paraqiten edhe komplikime më serioze. Mund të paraqitet pneumoni, e cila është zakonisht virale, por mund të jetë edhe bakteriale. Mund të preket sistemi nervor qendror dhe të ketë inflamacion në tru. Ato mund të lënë komplikime të përhershme, andaj është e nevojshme që pacientët në simptomat e para të kontaktojnë mjekun, shton Ognjanovski. Sëmundjes i paraprin simptome të ngjashme si ftohje, dhimbje koke, temperaturë pak e ngritur dhe dhimbje të nyjeve. Rekomandohet personat që kanë këto tregues të qëndrojnë në shtëpi 2 javë, sepse kujdesi në shtëpi është shumë i rëndësishëm për trajtimin e duhur të infektimit.